Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, në një mesazh plot kritika për Ministrinë e Arsimit dhe Qeverinë, ka uruar nxënësit dhe punëtorët e arsimit me rastin e fillimit të vitit të ri shkollor. Ndërsa specifikisht duke përmendur ministren Arbrien Agavci, nga kjo sindikat konsiderojnë se ajo bashkë me ministrin Hekuran Murati patën synim shuarjen e së bashkut. Agavci, në vend që të kërkoj falje nga prindërit, nxënësit e mësimdhënësit për problemin që ka krijuar lidhur me tekstet shkollore, ajo kishte bërë pyetje se kë përfaqëson Jasharaj. Por Agavcit nuk ja pas kanë treguar lajmin se së bashku nuk u shua, por vazhdon rrugtimin me unitet të plot e me shumë angazhime në shërbim të arsimit dhe do ta ngrejë zërin në emër të anëtarësisë, thuhet në reagimin e së bashkut.